kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, njëra prej forcave kryesore politike në vend, ku tashmë është zoti Hamza ish kandidat për kryeministër, në ministri disa herë dhe në njëri i cili veçohet për mbrojtjen e ekuilibrave të diskursit të tij publik. Edhe pas përfundimit të konventës dhe fjalimit të tij, i njëjti paralajmëroi se do të ekzistojë mundësia e bashkëpunimit me të gjitha partitë politike në vend, duke përdorur atë shprehjen e famshme të ne shqiptarë që tha se s'do të ketë vija të kuqe për asnjë nga partitë politike në vend. Unë mendoj që është një hap, dhe pastaj njëjti mori edhe një mesazh urimi nga lideri i lëvizjes vetëvendosje ku premtoi se do të jetë kooperativ dhe bashkëpunues në të ardhmen. Mendoj që ky lloj bashkëpunimi apo këta hapat fillestar, mendoj që do të bëjnë që të reflektojë edhe lidhja demokratike e Kosovës, që çuditërisht në këtë legislaturë është sjell më radikale edhe përkundër historikut të vet në të kaluarën që është njohur si parti bashkëpunuese dhe siç ata e kanë proklamuar parti shtetformuese, në këtë legislaturë është sjellur në mënyrë më radikale se sa dy subjekte tjera të cilat janë njohur për veprimet e tyre të skajshme në të kaluarën. Andaj besoj që kjo do të bëjë që të ketë një hap të mençur që vendi mos përsëritet edhe zgjedhjet të treta mbrenda një periudhe kohore prej më pak se një vit e gjys në pranverën e hershme të vitit 2026, kur sfidohemi seriozisht me rastin e zgjedhjes së presidentit të vendit, ku janë afatet kushtetuese. Dhe a mund të jetë zgjedhja e presidentit të ri të vendit një arsye që vetëvendosja e ka parë si një proces për të fituar kohë, për ta shtyrë, për ta të zgjatur këtë ngërsh, për të fituar kohë deri në këtë moment, pra zgjedhjen e presidencës në mars të vitit të ardhshëm? Mendoj që zgjedhjet e dhjetorit fund të vitit dhe certifikimi i rezultateve po kemi parasysh që do të jetë në janar të vitit të ardhshëm për shkak të ankesave që do të procedohen me shumë gjas ose pritjes së rezultateve që do të vinë nga diaspora. Do të ketë pjesë të diskutimit të një marrëveshje për qeverisje në një mandat 4 vjeçar mes dy subjekteve të cilat do të arrijnë dakordonxën për qeverisë edhe zgjedhjen e çështjes së presidentit të vendit. Nuk besoj që do të ketë një qeveri ose tentativë për të formuar një qeveri në janar të vitit 2026, pa përfshirë edhe çështjen e zgjedhjes së presidentit në pranverën e hershme. Ndryshe do të lëshoheshim totalisht në një skemë politike aventuriere e cila është jo largpamse dhe mendon vetëm për veprime taktike dhe jo në funksion të atyre strategjike që janë të mirë të vendit. Zoti Shkodra, ju falenderoj shumë për bisedën. Mendoj që